Receta për sot është melo makarona dhe këto janë gurabijet e mia më të preferuara, sidomos në këtë sezon. Fillimisht fillojmë me sherbetin: 500 gram sheqer, 350 ml ujë, karajfil, kanell dhe 3 feta portokall. E zjejmë për 7 deri në 10 minuta. Fillojmë me përgatitjen e recetës. Do marrim lëkurën e 2 ose 3 portokalleve dhe do ta agrim shumë imët. Sigurohuni që portokallet që do përdorni të jenë me patjetër organike dhe mos të kenë asnjë kimikat tek lëkura. Shtrydhim edhe lëngun e portokallit dhe tek ena do hedhim 40 gram sheqer. I përziejmë bashk. Aty do shtojmë gjithashtu edhe 250 ml vaj. Unë kam përdorur vaj ulliri. Në rast se doni, mund të përdorni vaj vegetal, por personalisht nuk preferoj që ta përdor vajin vegetal në përgatime. 200 ml lëng portokalli, do shtojmë 1 lugë çaji sot buke dhe 1 lugë çaji pluhur pjekës. Do ta përziejmë mirë bashk derisa të formohet shkuma. Në këtë mënyrë soda tretet më mirë dhe jep efektin e saj të plot në ardhjen sa më të mirë të gurabijeve. Erëzat që do përdorim janë 2 lugë çaji me pluhur kanelle dhe 1 lugë çaji me karajfil të bluar. Pasi I kemi përzier mirë bashk, do fillojmë dhe do shtojmë mielin. 400 gram miell gruri që do ta sitim dhe më pas 100 gram semolina. Të dy llojet e miellit I përziejmë mirë bashk. Semolina nuk është miell misri, por është miell gruri që bëhet nga një lloj gruri I fortë. Në rast se kërkoni, e gjeni në çdo supermarket dhe mielli që duhet të blini duhet të jetë I bluar mirë. Sa më I më të jetë mielli I semolinës, aq më mirë del edhe ëmbëlsira. Gjatë formimit të brumit duhet keni parasysh që mos ta përzieni shumë, sepse vaji fillon dhe ndahet nga mielli. Kështu që sa më pak të përzihet, aq më mirë është dhe fillojmë me formimin e gurabijeve direkt. Masa e gurabijeve varet nga preferencat tuaja. Unë nuk preferoj që t'i bëj shumë të mëdha. Pasi ju kemi dhënë formën e duhur, I vendosim në një tavë ku kemi vënë edhe letër pjekje. Dhe përsipër ju kalojmë shumë lehtë me një pirun duke ju bërë këtë dekorin që shikoni dhe në video. Do t'i pjekim në furrë të nxehur para kohe në 160 gradë për 20 ose 25 minuta. Gjatë kohës që gurabijet piqen, sherbetin e kullojmë dhe aty do shtojmë 2 deri në 3 lugë mjalt. Do ta trazojmë mirë. Në kohën që gurabijet janë gati të pjekura, I hedhim direkt në sherbet. Gurabijet duhet jenë të nxehta dhe sherbeti I ftohtë. Do t'i lëm aty 40 deri në 50 sekonda dhe do t'i kthejmë direkt nga ana tjetër me qëllim që sherbeti të thithet ashtu siç duhet nga të gjitha anët. Në këtë proces duhet jemi shumë të shpejt, gurabijet I heqim direkt nga sherbeti dhe I vendosim mbi një zgarë që të kullojnë sherbetin e tepërt, por njëkohësisht edhe të ftohen. Kur gurabijet të jenë ftohur, I vendosim në një pjatë në shtresa të ndryshme, duke I shtuar mjalt edhe arra. Mjalti jo vetëm që ju shton shijen gurabijeve, por bën që edhe arrat të ngjiten sa më mirë në sipërfaqen e tyre. Në përfundim të recetës, shtëpia mbushet plot me aromë portokalli dhe shija e tyre është fantastike, sidomos kur shoqërohet me një filxhan çaj ose kafe. Gjithashtu, këto gurabije janë edhe një dhuratë ideale, sidomos për festat e fundvitit. Uroj dhe shpresoj me gjithë zemër që ta provoni këtë recetë dhe t'i shijoni bashkë me miqtë tuaj. Uroj festa të gëzuara dhe një vit të ri sa më të mbar.